Euro e ka nisur muajin maj në rënje dhe ka arritur nivelet më të ulta të këtij viti në kursin me lekun. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, monedha evropiane u këmbye sot me 98.2 lek. Këto vlera të kursit ishin shënuar për herë të fundit në muajin janar të këtij viti, ndërkohë që raportet mes euros dhe lekut po i afrohen përsëri niveleve më të ulta historike që ishin regjistruar në fund të vitit 2024. Sipas agjentëve të këmbimit valutar, një rënje e euros në këto nivele me fillimin e sezonit veror ishte e pritshme. Sipas tyre, kjo rënje i detyrohet një rritje të ofertës valutare në treg, kryesisht për dy arsye. Së pari, fundjava e gjatë ka sjell fluks të shtuar turistësh nga Kosova e Maqedonia e Veriut, duke sjellë më shumë valutë. Së dyti, historikisht, me afrimin e ditës së zgjedhjeve, ka një zhvlerësim të monedhës së përbashkët që mund të lidhet me përdorimin e eurove në fushat. Edhe vitin e kaluar, kursi u karakterizua nga një tendencë mbi çmimin e euros ndaj lekut, që u kufizua vetëm pas ndërhyrjeve të paprecedenta të Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë bleu afërsisht 933 milion euro në tregun e brendshëm valutar në 2024, duke arritur vlerat më të larta historike. Sasia e valutës së blerë është rritur me 249% krahasuar me një vit më parë. Me rënjen e inflacionit poshtë objektivit prej 3%, Banka e Shqipërisë ndërhyri në tregun valutar për të mos lejuar mbiçmimin e mëtejshëm të monedhës vendase. Pavarësisht ndërhyrjeve, kursi mesatar i këmbimit euro-lek vitin e kaluar pësoi një rënje me 7.4%, krahasuar me vitin 2023.